Shoh në këmbë Albanon, krye plakun ton, I cili ka për thënë çfarë? Me pak fjalë, do me thënë, mua mos më kap kur nga Beli se nuk dua të bëjmë nën. Të lutem, jam mirë shumë. Johana, mundem? 2-3 kapje nga Beli, Pavarësisht lojës që kemi me nenën gjithmonën e di që kemi pak vështirë situatën sfidë për shkak se nena vetë ka siklet pak qoftë këtu ose pjesën e trupit tu anash ka pak siklet edhe sa I përket asaj që unë e pash nuk ka qenë e qëllimshme Beto, një s'ka qenë qëllimshme. Po beto njërë, beto. Ylli, kujdes lutem me mikrofonin. Okej, nuk ka qenë, a jam në rregull? Po. Okej, nuk ka qenë as pak e qëllimshme, sepse sarë që më ka thonë nena, Ylli, po më sekreton pak më së mprek lutna, jem largu, edhe kemi mbajt atë distancën që kemi pas, po aty kur e kemi vendosur, po më do këtë mu që u kun të naro edhe kum kap, edhe kisha kap shumë keq edhe kërkoj falje. Nena e pranon, besoj. Kërkim falje. Po, Anduel. Oke. Desha me thonë, parës të të më të shdu, desha me thonë Yllit, pat nevoj me kap të Beli, sa ato nuk binë, shu që rrinë vetë. Dërsa unë kisha një moment shumë sikletë që me Esterin, nga kishtë rrë dhe me thonë ajo, kutia direkt tu dhe I thash, mas se këthej kryt, thash se, aty pas të nuk e këthej kryt edhe, po të tyra pas të një moment e morëm edhe ne me dorë nudusin edhe e gjujdim këshu. Ajë nudusin që kishtë rrë në to, kishtë nudusi jo. Pra ka zgjidhje, ha? Ka zgjidhje. Ka zgjidhje gjithmonë. Ne nuk e kemi zjedhë figuracion dhe Yllit. Johana, lutem, vetëm mos të harrojmë se I kemi edhe një 2 çifte që I kanë kap ka 2 noodles. Që do thot? Që I kanë kap ka Elinarën dhe Elinarën me Randi. Hëjë, na e shpjegoni, Randi me Elinarën, çfarë kanë Randi me bërë? Elinarën, Esteri me Anduelin. Ta themu Luana? Po. Nga shpejtësia madhe, na u errën syt. Mua të faktu mu errën syt. Merë Andueli, po 1 sekond, mos e vetëm qesh. Merë Andueli 1 dhe unë 1 dhe bëjmë kështu direkt. Në të 100 e sekondit thot Ylli, keni marrë 2, u kthyem nga mbrap shkuishim e lam, e porëm vetëm 1. E kuptoj. E di pse nuk e kam kapur këtë detajin? Nuk e të masane e u këpy. Po them, e di pse se kam kapur këtë detajin, se I kisha gjithë kohë sytë e Frederiku dhe Andrea, mu dukte shumë fani. Shumë e lopë, Luana. Ma më kapi ajo cervikale Luana se m'gullte dhe thonë Frederiku. Ka e pashtë, më thonë. Mendoj që duhet kërkosh falje, Frederik, si Ylli nenës, bëj shaka. Ke po. Jo se në ra njërë në fund fare, në lëshoj, raja në dogë. Unë vazhdoj të duar trokas fort që ti sfida ti përballon me shumë sukses. Edhe nuk dorëzorës, bëhet fjalë fare. Këmgullës. Okej, po Ylli, për momentin se bol tani u follo me qeshë me njëri tjetrin, do vi pas pak për temat të tjera të rëndësishme dhe serioze. Kthehemi në studio. Zhaku kishe lidhje me tati që? Jo, u e zaurua, thjesht doja të komplimentoja Yllin sidomos dhe nenën dhe të gjithë, në fakt, për momentet fantastike që na dhuruan, por që u e zaurua. Ju të dy e zgjidhët? Kush do të komentoj pari? Unë se maj mëndë për qarë bësh fjallë, po më duket për Anduelin dhe atë që tha Zhaku. Mendoj që asnjë lloj xixe nuk ka aty. Nuk shet xiz. Fare. Përkundrazi një lojë të pastër të Esterit, një qendër, një vëmendje që ajo do të marri, etj. Por që të kesh këmbia në atë mes, jo. Dhe një gjë tjetër që nuk duhet të harrojmë para se të shkosh aty ku duhet të shkosh. Sot Riku është bërë si krye tifozi traktorit ose Lushnjës, ekipit Lushnjës sot. Do e jap komentin. Jep, ja, lutem se. Shife. Po kështu e ka. Po pantalonat? Si ka? Po pantalonat? Atë e si një tifosi pi barë Lushnjës. Gjatë gjithë kohës, edhe në shtëpi. Okej. Tani, dashur miq, ne do shkëputem në një hapësirë të shkurtër publicitare, na ndiqni në pjesën e dytë, sepse ju e dini që gjithmonë më shumë dinamika zhvillohen këtu në Prime tona. Një falënderim i veçantë shkon për sponsorin ton General Tring me Tring. Ferma VIP 1 dhe 2 transmetohet 24 orë në Koral, ndërkohë që ndjekim sfidat këtu në Tring zhvillohen edhe sfidat më të mëdha sportive, nga kampionatet elitare te garat më spektakolare. Juaja vetëm një abonim sepse të gjithë e dim nuk ka tifoz pa Tring. Ta them drejtën, nuk është se
Si kam Kam ndjekur? vërejt diçka, sparkling, po edhe në rast se ekziston, jam shumë e lumtur që t'ju vazhdoj më tutje. Oj, diplomate, do më kthesh një përgjigje të dur. Nuk besoj se ekziston diçka mes tyre dyve, përveç se një shoqëri që është e re dhe e pastër. Edhe në fakt janë në të njëjtën moshë, që bëjnë të njëjtat lojra. Janë në të njëjtën moshë dhe janë në të njëjtën vibe me njëri tjetrin. Pikërisht, Kesi? Mua mos më pyesni për këto që... Se s'ja qëllon. Sepse, se ti thua Limi dhe Alba nuk duhen ata përfundojnë bashkë. Jo, nuk është ideja aty se prapi qëndroj ati mendimi që s'përfundojnë bashkë, po shifen gjërat ndryshe jashtë, ashtu pa edhe për mua me Limin sigur isha xheloze, po unë jam xheloze për... Të dashurin. Për të dashurin tim, jo më për Limin, e kupton? Për të dashurin e bodës. Nur? Jemi të folë për një pjesë që i kam shumë gjana të dy dhe nuk ka shanë, sepse Andueli ka tregu... O, Alba 2, letë flasë. Ka tregu që thjesht Andueli ka qajtë, ka kalzu për dashurin e vajzës që e pret jashtë dhe kam shumë respekt për atë gosë. Dhe Esteri ka një pëlqim tjetër, jo në ferm, që jeni rahat, nuk ka gjë nga Andueli. A mund të bëj një serim të vogël? Jo në ferm, pra. Shumë mirë që i seruam, që edhe njerëzit për katës të dy fermerëve të jenë të qetë, sepse japë ku pojtë të shtojmë. Kjo është diçka që ka lindur më vonë. Pra unë kam parë sa po kanë dalë vajzat, ka nisur Esteri që të zbuloj diçka tek Andueli. Më shumë shoh qasjen e Esterit që ka interes në Anduelit dhe tek Andueli po shoh dhe e përgëzoj për këtë, për shoh një djalë që po përpiqet të rezistoj pak më shumë. Ti i përballë se ka dikë. Dhe kjo është Vler. Vler në fakt vjen se kohë sot. Jo. E më bëni plan kur e them këtë. Ua, jeni të folë gjithë për një herë. Jo, Vler është ajo. Po, të lutem, kam respekt për këtë. Jo, kam respekt për më shumë. Ua, u bën moderator këto, Luan. Kam respektun për asërë, na ju dy shkoj tek ferma. Sa fjallin një fjallë e gjujë njëri tjetër, ta erni na e brëndshme, ju lutem. Frederik, po dëgjuam që qeshe. Po dëgjon të një këngë rap? Në vesh? Gati. Ate erdha të kju për një moment shumë të bukur që na keni dhuruar, në lidhje me sfidën e noodlesave. Ishte fantastike, momente shumë bukura, po unë kam një pyetje për Yllin në këtë rast. Ylli, nëse mund ta di, se më duhet të di në jetë, edhe ne kemi sfida këtë jashtë që përballemi çdo ditë, çfarë ha ti që fiton çdo sfidë, të lutem? Po majnë mirë këtu, po majnë mirë, sidomos Big Mama që po gatun gati çdo javë dhe po lëvdon vetëm, kështu që ushqimi i saj zarë po ndikon për me fitu sfidën. Okej, do e provojmë Big Mamën kur dalin nga aty, të shohim se si rezulton me ushqimet e Big Mamën. Me si po pres Big Mama. Tani, Ylli kam një pyetje të dytë për ty. Ylli, se çdo javë po thot. Çdo muj po gatuj. Jo, është problemi që Big Mama shumë shpesh ka thëmë kur dalën e pi kuzhinës, jo lo pa hangër, po se ka bo hala. Po nëse kjo del pej kuzhinës, atëherë i zbulon mangësit e sajna që i ka për fermën këtu. Qëto është problemi? Mirë. Kaloj të pyetja dytun? Po. Atëherë, sa i gjatë jeti djalë? 1,96. Jo për gjë, po, do më thënë, duhet jesh shumë i gjatë që të ngatrosh belin e nenës me... Me qka? Me ato që e ngatrove, o zotri? Jo, s'kom ngatru në kur gjo. O, nena? Po, këto jam e lonë. Si ishta i muhabeti, moj? Po, muhabeti, soni thash disa herë, mos e kam siklet kështu me më prek, edhe mos më prek, të isha që të dorën që të nelt, mos më prek në bel, edhe dhe isa me një moment thash tu ktheva grosht, dolla për vetës, po, mas e fitu më sfidën ja fala. Mirë, të pak të njeni fitues edhe shoj që po pusqeshtim me këtë temë, që po ju nga të snoja. E shojmë edhe shiojmë edhe njerë bashkë sfidën e noodlesave, që sa e po i përmën tani, më hanë.